Drejtoria e ujësjellës fshat në Elbasan vitet e fundit është duke kryer investime në disa zona për përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes së ujit të pishëm në zonat rurale. Në një prononcim për mediat lokale, drejtori i ujësjellës fshat Ilir Robi tregon se vitet e fundit për shkak të mirë menaxhimit janë rritur arkëtimet e faturave të ujit me rreth 20%, por ndërkohë kreu i ujësjellës fshat tregon se ende ka punë për të bërë, pasi sipas tij një problem i vazhdueshëm mbeten humbjet në rrjet. Në lidhje me arktimet ka pasur në rritje që nga viti 2013-2014, 15 deri në 20% të mbledhurave të ardhurave. Me punën time dhe të stafit kemi arritur së bashku të mbledhim edhe debitet papambetura, e cila kjo ka qenë një gangren për këtë ndërmarrje, duke bashkëpunuar edhe me zyrat e përmbarimit. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë që të kemi rezultate sa më të mira dhe të jemi në shërbim të konsumatorëve. Sa kaq prioritet i këtij institucioni mbeten investimet në rrjetin e shpërndarjes së ujit të pishëm. Kreu i ujësjellës fshat tregon se në disa zona rurale janë duke u kryer investime të rëndësishme për ndërtimin e ujësjellës së Vetërinj. Gjatë vitit 2014 janë bërë përmirësime të shumta në sistemin e shpërndarjes në rrjet. Rrjeti është i amortizuar dhe ne kemi marrë përsipër që në zonat më problematike të bëjmë investime dhe me ndihmën e buxhetit të shtetit. Vlen këtu për të përmendur investimin në fshatin Shalës, komunës Shalës, ujësjellës i ri që po ndërtohet, si dhe është linja kryesore dhe rrjeti i brendshëm. Ky investim është drejt përfundimit dhe do të zgjidhë një herë përgjithmonë furnizimin me ujë të pishëm për zonën. Gjithashtu investimi i rëndësishëm është ai që ne kemi bërë edhe në fshatin Buqës, me të cilin linja kryesore u zëvendësua dhe gjithashtu janë vendosur kolektorë të ri dhe duke lehtësuar shërbimin e marrjes së ujit të pishëm nga familjarët dhe duke ofruar një cilësi të lartë dhe sa më të mirë. Gjatë këtij viti është parashikuar të bëhen disa investime në përmirësimin e mëtejshëm të rrjetit të ujësjellësit në komunën Shushicë, ujësjellësi i ri në fshatin Ngriqansi dhe në Corrik.